Faleminderit kryetar, ministra deputet. Faleminderit për pyetjen zotri Kurteshi. Gjithë ata që njohin natyrën e sigurimeve apo marrëveshjeve ndërshëtërore sa i përket sigurimeve shëndetësore, sigurimeve pensionale dhe çështjeve pensionet, e din kompleksitetin e kësaj ngjarje, edhe kësaj çështje. Prandaj, ato që kanë thonë në qendrë fjalëve të mia, edhe kjo nuk ka të bëjë me përmbushjen e çështjeve administrative si e thënë ju, po ka të bëjë me ndërprerjen e anshme të shtetit zvicran të marrëveshjes në vitin 2010. Edhe nuk është punu këtë drejtim një kohë gjatë. Ajo që kemi bërë me marrjen e mandatit është se kemi filluar me njëherë negociatat me shtetin zvicran përmes ambasadës, po dhe kontakte direkte, dhe ka pas lëvizje pozitive në këtë drejtim. Ka pas lëvizje pozitive në këtë drejtim, në mënyrë që të sigurojmë shtetin e Zvicrës se administrata ose sistemi pensional i Kosovës është i gatshëm të përmbush kërkesat e shtetit zvicran sa i përket kërkesave tyre në shumë sfera, edhe çështje administrative. Në mënyrë që të sigurojmë këtë, ne kemi nënshkruar për herë të parë një marrëveshje me shtetin zvicran sa i përket fushës së pensioneve, dhe kjo është marrëveshje testuese. Kjo marrëveshje testuese mbaron në gusht të këtij viti, dhe sipas informatave të fundit që ne kemi pasi e përcjellim situatën në baza, mos themi në baza javore, po baza mujore, patjetër rezultatet dhe vlerësimi do të jetë pozitiv. Pas këtij vlerësimi pozitiv, ne besoj që do të ulim edhe të hartojmë marrëveshjen e përgjithshme sa i përket fushës së pensioneve. Për gjithë ata, që sqarojmë edhe deputetëve dhe qytetarëve tjerë, ka shtete regjion që për këtë, edhe për marrëveshje testuese, po edhe marrëveshje të përgjithshme të fushën e pensioneve presin deri në 10 vite. Deri në 10 vite. Shtetet e regionit, posaçërisht me Zvicrën, ka shtete që deri në 9 vite, 10 presin për marrëveshje. Ne kemi arritur që brenda një viti, jo brenda një viti, por realisht prese ka marrë mandatin, ashtu kemi filluar negociatat në Shkurt, në fund vitit ne kemi nënshtruar marrëveshjen testuese. Mendoj që kjo arritje e madhe, edhe nuk duhet bëjmë zhurmë rreth kësaj, sepse mund ta dëmtojmë procesin. Këtë po them shumë sinqerisht, mund ta dëmtojmë procesin. Ato që mund të themi është se sa i përket nivelit administrativ dhe çështjeve të brendshme, si ministri do t'i kalojmë me sukses. Besoj që edhe vlerësimi i marrëveshjes testuese do të bëhet me sukses, por nuk duhet të bëjmë zhurmë rreth kësaj marrëveshje. Shtetet e regionit marrëveshje ndryshme pensionale bëjnë deri në 10 vite i kalojnë. Qoftë edhe me vende tjera, mos flasim me Zvicrën. Besoj që jemi rrugë të marrë, në fund të gushtit kalon marrëveshja testuese, pas saj ulimi, edhe besoj që jemi gatshëm për marrëveshjen e përgjithshme. Faleminderit. Deputeti Ismail Kurteshi dëshiron prap fjalën. Ju lutem më thoni, a keni qenë të vetëdijshëm atëherë për kompleksitetin me që keni premtuar një muaj? Kjo është që kom prit ta përfundoj. Çështja tjetër, kur po thoni nuk o mirë me bo zhurmë, apo thoni nuk o mirë me bo pyetje. Nëse thoni nuk o mirë me bo pyetje, e keni shumë gabim. Edhe çështja Shumë e dim që është marrëveshje komplekse, edhe dim që është natyrë komplekse, po mendoj që ju nuk e keni di që është komplekse. Ju nuk e keni di që është komplekse. Jo, unë e di që akum thonë se procesë verbalet ekzistojnë. Edhe brenda kësaj kohe kemi nënshkruar marrëveshjen testuese. Ideja është ka qenë me nënshkruar testuese. Sepse e ka ndërprej marrëveshjen më herët, besoj që do shmëftu përgjegjësia ata të tjerë. Ato çka kam pasur në mandat e kem kryer dhe po mendoj që po shkon mirë. A pse po thonë mos më bëj zhurmë? Besoj privatisht tregoj pse mos më bëj zhurmë. Edhe besoj që kam drejt, edhe kemi më pranuar. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ministër, deputet i nderuar. Deputeti Vaton Topalli, po nuk është këtu, ka pas një pyetje për ministrin Skënder Hyseni, po se edhe deputeti Mytaher asku ka pyetje për ministrin Kujtim Shala.